hapur mbledhjen e ditës sot në datë 12 maj 2026. Merren ditë miratimin e kalendarit të punës Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme për procesin kontrollues, një dokument i cili besoj është përndar edhe e kemi diskutuar edhe me zonjën Vokshi, si dhe do të vazhdojmë me seancën dëgjimore me Ministrin e Shtetit dhe kryenegociatoren, zonjën Marinda Dhuka. Mirëmëngjes ministre. Mbi raportin e Këshillit të Ministrave për procesin e antarësimit dhe integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian për vitin 2025 dhe periudhën 4 mujore, janar-prill 2026 për periudhën e këtij fillim viti. Të ftuar, siç e përmenda, kemi ministren Dhukas bashku me, në mos gabojmë, një pjesë të mirë të ekipit negociator. Mirëmëngjes të gjithë, nderuar zonja dhe zotrinj që keni ardhur këtu dhe na jeni bashkuar. Nëse kemi ndonjë çështje përpara, zonja Vokshi. Faleminderit kryetar. Para se të fillojmë me raportimin e ministres, unë do doja të referohesha në mbledhjen e dytë që është parashikuar për sot, për sa i përket diskutimit dhe mundësisht edhe miratimet të një rezolute konsensuale. Neve si opozit, Parti Demokratike dhe disa antarë të tjerë të opozitës në komision, së bashku me stafin teknik, jemi ulur, jemi referuar të gjitha raporteve ndërkombëtare dhe raportit fundit të AFET-it, si dhe bazuar në zhvillimet e fundit, kemi propozuar një draft rezolut që ne gjykojmë është më serioze dhe është më e fortë për sa i përket qoftë reflektimit të situatës, por qoftë edhe rekomandimeve që i bëhen kuvendit, rolit për sa i përket rolit të kuvendit në procesin e integrimit evropian, por edhe rekomandime për Këshillin e Ministrave. Kështu që unë do propozoja që nëse juve si majorancë keni vullnetin që të shkojmë me një rezolut të përbashkët, të ngrem një grup të vogël pune me pjesëtar nga të dyja palet, pra opozit, të punojnë mbi të dy versionet e rezolutave dhe me shpresë që të arrijmë në një konsensus për një rezolut përbashkët që t'i dërgohet më tej për miratim seancës. Faleminderit. Faleminderit zonja Vokshi. Dakord, nëse juve keni një projekt tjetër rezoluta, unë propozoj që të ngrojmë një grup përbashkët punëve nga dy antarë, secila palë. Nga ne, nga majoranca, unë propozoj zonjën Romina Kuko dhe zotin Erion Malaj. Më propozoni edhe ju dy emra, në mënyrë që të njihen palët me, besoj juve e njohur me draftin ton, njihemi edhe ne me draftin tuaj dhe ne ta shqyrtojmë dhe të kemi kohën e mjaftueshme në dispozicion deri në përfundim të mbledhjes dytë. Pra flasim për mbledhjen që fillon në orën 11, nëse do jemi në gjendje që ta kapim atë. Ja u kam dërguar në email, ju dhash edhe një kopje të printuar, sigurisht nëse ju do doni që ta shpërndanit edhe në grup. Po. Do me thënë, ja u kam dërguar sot në mëngjes edhe versionin ton të draftit të rezolutës. Po t'japon, vetëm t'i pyes. Dakor. Atëre, derisa të kemi dhe emrat e kolegëve nga opozita për këtë, le të themi, grup pune për shqyrtimin e dy drafteve të rezolutave, unë po kaloj në procesin e votimit për kalendarin e punës së këtij komisioni nderuar për procesin kontrollues. Kalendari ju është përndar. Ka të bëj, dhe po ja them dhe kolegëve negociator, ka të bëj me paraqitjen tuaj para këtij komisioni në mënyrë për të pasur qartë një panoramë sa më të mirë të punës që keni bërë. Kalendari përfshin periudhën maj-qershor deri në fillim korrikut. Do të përpiqemi që në mënyrë tematike të prekim gjitha ato fusha me të cilat ju jeni angazhuar dhe për të kuptuar sa më mirë atë që ju keni bërë. Kolegët deputet, siç e thash, e kanë marrë këtë material. Nëse kemi komente për këtë, padyshim që
edhe një koment fundi nga ana ime para se t'ja jap juve fjalën. Dokumenti kalendari është një dokument që mund ndryshojë për arsye njerëzore, subjektive, por le të themi që kjo është baza e punës me të cilën ne do të vazhdojmë angazhimin me nderuarit negociator të kapitulleve. Ka diçka? Nëse jo, edhin votim këtë kalendar pune për procesin kontrollues. Kush është pro? Kundër? Abstenim miratohet me 11 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Le të fillojmë me pikën e dytë të rendit ditës, me seancën ligjimore me ministrin e shtetit dhe kryenegociatoren, me zonën Melinda Duka. Po. Në lidhje me votimin që sapo bëm, unë ja u kam dërguar edhe me shkrim, por mendoj që do ishte e udhës që bazuar në kalendarin që neve sapo miratuam, të njoftohen dhe komisionet përkatëse që trajtojnë çështje që do diskutohen në secilin dëgjes dhe të bëjmë mbledhje të përbashkëta në mënyrë që të mos i ndajmë raportimet ministra, i kursejmë edhe kohën ministrave dhe jemi më eficient dhe më efikas, pra të bëjmë mbledhje të përbashkëta. Nëse diskutohen çështje të mjedisit, komisioni për çështjet e mjedisit bashkë me komisionin ton të bëjmë mbledhje të përbashkëta për sa i përket raportimeve. Nuk e di nëse besoj që është më eficiente kjo mënyrë. Faleminderit zona Vokshi, do ta shqyrtojmë këtë mundësinë. Patjetër që ky është komisioni qendror i raportimeve, por jemi të hapur nëse do ketë kërkesa nga komisionet tjera për këtë mënyrë pune, padyshim që është më së mirëpritur. Vazhdojmë me zoti Bozllo. Kryetar, se nuk jam antar komisioni, gjithsesi në mbështetje të kësaj që tha zonja Vokshi, si nën kryetari Komisionit Ekonomisë dhe Financës, them që do të ishte goxha më mirë të rakordonim në mënyrë që të bëjë një prezantim edhe një mbledhje përbashkët. Që të evitonim dhe ripërsëritjen e temave, sepse ndryshe stafi pastaj do duhet të vinë 2 herë edhe para komisionit tonë. Kështu do të ishte më të mirë punës, ndoshta rakordimin tim. Faleminderit. Dakor. Atëherë edhe një herë zonja Duka, mirë se erdhe në këtë mbledhje ditës sotme, edhe fjala është me një herë për ju. Mirëmëngjesi dhe faleminderit, i nderuar kryetar, i nderuar nën kryetare, të nderuar deputet dhe pjesëmarrës. Unë jam sot këtu para jush me përgjegjësinë e lartë për të bërë një ekspoze të përmbledhur të progresit të Shqipërisë, të gjitha institucioneve shqiptare në rrugën e antarësimit të Bashkimit Evropian për vitin 2025 dhe 4 muajin e parë të vitit 2026, duke qenë se zhvillimet janë të lidhura dhe integrale njëra me tjetrën. Mendoj ta strukturoj këtë paraqitje time në 4 drejtime kryesore. Së pari sa i përket çeljes së negociatave, si një nga zhvillimet më kryesore të vitit 2025, një zhvillim historik të thosha për rrugën e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe do të fokusohem pak në një kuptim më të mirë të kushteve për mbylljen e negociatave, sepse çelja e negociatave i dha Shqipërisë nga Bashkimi Evropian edhe kushtet për mbylljen e negociatave për të 33 kapituj, më saktë për 31 deri tani. Së dyti, sa i përket kushteve të ndërmjetme ose progresit që ka bërë Shqipëria në çështjet e lidhura me shtetin e të drejtës, luftën kundër krimit, korrupsionit dhe të drejtave të njerëzit dhe barazisë. Së treti, sa i përket fazës në cilën kemi hyrë tashmë, përgatitjeve teknike intensive për sa i përket mbylljes së negociatave, duke filluar me 10 fushat e para, por duke punuar paralelisht në të 31 fushat. Dhe së fundi, punën e strukturës negociuese, duke u përqendruar pak edhe tek çështjet e lidhura me rritjen e kapaciteteve, rolin e pushtetit vendor, por njëherësh edhe me konsultimin dhe dialogun social sa i përket nismave europiane. Sigurisht që i gjithë progresi arritur gjatë vitit 2025, që ka qenë një vit jashtëzakonisht i mirë sa i përket progresit si në lidhje me çeljen e negociatave, po ashtu edhe me nismat dhe reformat europiane,
Është produkt sparri i vullnetit politik të gjithë faktorëve dhe forcave politike, i disiplinës forte institucionale të gjitha institucioneve, rreth 157 institucione janë përfshira në përgatitjet për antarësim të Shqipërisë, i çdo nënpunësi, i çdo negociatori dhe i çdo reformatori që ka kontribuar në këtë rrugtim. Sigurisht që kjo është arritur vetëm me anë të një bashkëveprimi shumë të ngushtë midis institucioneve shqiptare, ndryshe ky progres e kapërcimi mas para është i vështirë të arrihet ndryshe. Punës dhe bashkëpunimit me Kuvendin e Shqipërisë për sparri, atë të qeverisë, institucioneve të pavarura duke filluar nga institucionet e drejtësisë, pushtetit vendor dhe partnerëve. Nga ana tjetër, ky progres i madh, sidomos me çeljen e negociatave dhe forcimin e shtetit të së drejtës, është shprehje e qartë e vullnetit dhe mbështetjes politike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian. Viti 2025 shënoi kapërcimin më të madh historik në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, të parë në vitet e fundit sigurisht, pasi gjatë vitit 2025 progresi i rëndësishëm u arrit me çeljen e negociatave për antarësim në të 6 grup kapituj ose 33 kapituj ose fusha, me cilat Shqipëria negocion për antarësim me Bashkimin Evropian. Çelja filloi në fund të vitit 24 me grup kapitullin e parë themelore dhe grup kapitullin e 6 marrëdhëniet me jashtë dhe vijoi intensivisht me 5 grup kapitujt e tjerë gjatë vitit 2025. Në çeljen e negociatave, Bashkimi Evropian ka bërë publike qëndrimin negociues ose qëndrimin e përbashkët të Bashkimit Evropian, në të cilën parashikohen kushtet që Shqipëria duhet përmbush, ndryshe i quaj linja veprimi prioritare, për të mbyllur negociatat për antarësim. Deri tani, Bashkimi Evropian i ka rekomanduar ose paraqitur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave për 31 kapituj. Gjatë vitit 2025, ne kemi punuar intensivisht për të krijuar bazën e organizimit të punës për mbylljen e negociatave, krahas çeljes së negociatave që, siç e përmenda, u krye për të 6 grup kapitujt në vitin 25. Për këtë arsye, strukturat shtetërore të negociatave dhe gjitha institucionet e përfshira kanë hartuar 31 draft plane pune, në të cilën kanë zbërthyer këto 101 linja prioritare veprimi ose kushte të mbylljes negociatave në rreth 600 nisma europiane, nga të cilat sigurisht një pjesë e mirë e tyre janë nisma të natyrës ligjore ose ndryshime ligjore dhe në disa raste ligje të reja, në të cilat është i angazhuar intensivisht Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Më konkretisht, unë do të prezantoj këto linja prioritare të punës në të gjitha këto 6 fusha ose grup kapituj. Sa i përket grup kapitullit të dytë, tregu i brendshëm ose tregu i përbashkët i Bashkimit Evropian, negociatat u çelën në 14 prill të vitit 2025. Sigurisht kjo është një etapë strategjike në procesin e integrimit të tregut shqiptar në tregun e përbashkët evropian, dhe në këtë grup kapitull Shqipëria ka marrë 29 kushte për mbylljen e negociatave ose linja prioritare veprimi, janë të lidhura me tregun e brendshëm dhe normalisht që kanë të bëjnë me disa drejtime kryesore, siç është standardizimi dhe mbikëqyrja e tregut, kontrolli i ndihmës shtetërore, politika e konkurrencës, qeverisja e korporatave dhe mbrojtja e konsumatorit. Gjithashtu, një rëndësi të madhe marrin edhe nismat për harmonizimin e standardeve teknike të tregut, veçanërisht për të rritur sigurinë juridike në treg, sigurinë e produkteve dhe të shërbimeve dhe një klimë biznesi konkurruese për një vend që aspiron të jetë antar së shpejti i Bashkimit Evropian. Grupi i dytë është konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, më saktë grupi i tretë, por i dyti që negociatat për cilin u hapën gjatë vitit 2025, negociatat u hapën në 22 maj, ka 19 piketa mbyllëse, në qendër është modernizimi ekonomik dhe social i vendit, dhe sigurisht që objektiv kryesor është ndërtimi i modelit social evropian, thënë më thjesht, miqënia e qytetarëve shqiptarë krahasueshme me ata evropian dhe të drejtat e qytetarit evropian. Fokusi kryesor i këtyre linjave prioritare të veprimit do të jetë transformimi digjital, politika industriale, mbështetja për sipërmarrjen, arsimi dhe formimi profesional, kërkimi shkencor dhe inovacioni, punësimi dhe politika sociale.
Grupimi tjetër është Agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Negociatat u hapën në 16 shtator të vitit të kaluar. Shqipëria ka marrë këtu 22 piketa mbyllëse të negociatave, linja prioritare veprimi. Fokusi kryesor do të jetë në politikën e mjedisit, tranzicionin energjetik, transportin, rrjetet transeuropiane, ndryshimet klimatike dhe sigurisht mjedisin më gjerë në përgjithësi. Gjithashtu rëndësi të veçantë do të marrin edhe çështje si standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit, janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian Mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha dhe në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private, në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje, ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë. Prandaj do të na duhet punojmë gjithë bashku në afat gjatë, do thosha, lidhur me eficiencën e energjisë, burimet e rinovueshme, infrastrukturën e transportit dhe çështje të tjera të lidhura, siç thash, me mbetjet, me ajrin dhe me ujërat. Grup kapitulli tjetër është ai që njihet si burimet, bujësia dhe kohezioni. Negociatat për këtë grup kapitull u hapën në 17 nëntor të vitit 2025. Shqipëria ka marrë 18 kushte të mbylljes së negociatave në këtë grupim, në këtë fushë, dhe fokusi kryesor i linjave prioritare të veprimit ose për plotësimin e këtyre kushteve do të jetë politika bujqësore dhe zhvillimi rural, siguria ushqimore. Siguria ushqimore është po ashtu një nga fushat standardet e cilit përbën një sfidë të madhe për ekonominë dhe kërkon një përpjekje të madhe ekonomike dhe shtetërore për arritjen e standardeve. Menaxhimi i burimeve natyrore, peshkimi dhe politika e zhvillimit të rajoneve shqiptare. Sigurisht kjo do të kërkojë veprime intensive në lidhje me modernizimin e sektorit agroushqimor sa i përket standardeve të sigurisë, por njëkohësisht edhe investime më të mëdha në lidhje me zhvillimin e rajoneve dhe bashkive shqiptare. Gjatë vitit 2025 ka patur një aktivitet të dendur legjislativ, i cili sigurisht është disa herë më i madh se ai një vit i pararendës. Edhe njëherë kjo është një shprehje e qartë e energjizimit të lartë të gjitha institucioneve dhe të punuarit në drejtim të antarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka miratuar të paktën 222 akte ligjore dhe nënligjore gjatë vitit 2025, ose rreth 3 herë më shumë në krahasim me vitin 2024, kur janë miratuar rreth 82 të tilla. Normalisht nga këto 222 akte, 44 janë ligje të miratuara nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, 78 vendime nga Këshilli i Ministrave dhe 100 akte të tjera të natyrës ligjore, të institucioneve të ndryshme, përfshirë ato të pavarura. Si kanë kontribuar këto në drejtim të përmbushjes së kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian? Prej tyre, 75 akte kanë kontribuar në përmbushjen e kushteve të ndërmjetme ose forcimin e shtetit të së drejtës, të luftës kundër krimit dhe korrupsionit dhe të drejtave të njerëzit dhe barazisë. 111 akte kontribojnë në përmbushjen e 101 kushteve të mbylljes negociatave. Pra gjatë vitit 25 janë çelur negociatat, po njëherësh është punuar frontalisht për të plotësuar kushtet dhe për të qenë gati teknikisht fillimisht për të mbyllur negociatat në të njëjtën kohë. 12 akte i përkasin facilitetit për reforma dhe rritje ose reformës, agjendës së reformave, dhe 24 janë akte të tjera të natyrës parafruese. Gjatë hartimit dhe shqyrtimit dhe miratimit të këtyre akteve, sigurisht që të gjitha projektligjet kanë kaluar në procesin e gjerë të konsultimit publik, përmes regjistrit i konsultime, siç parashikon dhe ligji për konsultimin publik në Republikën e Shqipërisë. Gjatë vitit 25 janë publikuar 96 projektligje për konsultim publik, nga të cilat 38 kanë qenë të lidhura me integrimin evropian. Regjistri i konsultimit publik ka një shkallë të lartë interesimi nga qytetarët dhe vizitorë. Rreth 96.872 vizitorë e kanë vizituar regjistrin e konsultimit publik gjatë vitit 2025. Pra rreth afërsisht 100.000 vizitorë e kanë vizituar faqen e konsultimit publik dhe kanë shprehur interes për nismat ligjore të publikuara për konsultim publik. Sigurisht frekuenca e konsultimit ka qenë e lartë, 96%, dhe afatet e konsultimit janë respektuar në të gjitha rastet. Gjithashtu,
përveç konsultimit publik përmes regjistrit dhe publikimit të akteve për konsultim publik, aktivitet të dendur ka zhvilluar edhe platforma e partneritetit për integrim evropian, që janë tryezat e diskutimit të nismave europiane. Ekzistojnë tryeza në të 33 fushat. Më konkretisht, janë zhvilluar 117 tryeza diskutimi, mesatarisht rreth 10 paka shumë çdo muaj. Dhe ka një rritje me 58% më shumë në krahasim me vitin 2024, kjo është e kuptueshme sepse dhe aktiviteti legislativ është rritur, ka patur rreth 1100 pjesëmarrës përfaqësues nga grupet e interesit dhe është diskutuar mbi rreth 252 tematika. Kjo është një përmbledhje e shkurtër sa i përket çështjeve të lidhura me çeljen e negociatave dhe aktivitetin legjislativ të të gjitha institucioneve të Republikës Shqipërisë gjatë vitit 2025, ka të mujori i parë i vitit 2026.